ta kuptojmë së pari se ku është burimi i krizës, për me ditë se ku është burimi, për me shkudet e burimi i zgjedhjes. Potencialisht burimi i zgjedhjes, sepse si duket ne kemi hyrë në këtë cikël të kriza që duket si një rreth vicioz që vështirë që do ja dalim. Po kriza sa vjen e rëndohet dhe fatkeqësisht më do të them po shoqëria është deprimuar dhe jemi gati të pashpresë. Se pyetja e parë që bëhet këto ditë është çka tash bëjmë zgjedhje dhe arrim prapë në një pikë ku prapë nuk do të kemi mundësi me zgjedhje dhe presidentin, nëse nuk ka konsensus, që i bie se ka qenë lojë politike. E kujt e Albin Kurtit. Pra përgjegjësia ekskluzive i bie atij. Unë e kam si thosh mendimin tim për këtë punë, mund të jem gabim, mund mos të jem gabim, por unë besoj që kjo është situata. Dhe cila është situata? Albin Kurti nuk di me qeverisë, Albin Kurti edhe me ditë me qeverisë, dikun, pa hirim janë qëllu, nuk donë me qeverisë. Nuk donë me qeverisë? Po, dhe Kurti është ai i cili donë me mbojt të gishtat për pjetë, Kurti 3, Kurti 4, për kaq me mbojt mend, për derisa qytetarët janë në katrahur, për shkak të mos qeverisës dhe për shkak të keq qeverisës e tij. Prandaj edhe ky provokon këto zgjedhje. Dëshiron të jetë kryeministër në detyrë, pa kompetencat plota, por me ikë përgjegjësisë që i ka në raport me Bashkinë Ndërkombëtare. Sepse ju e dini sovraniteti jonë ka vjen dhe ka buron. Jo vetëm nga lufta jonë shërimtare, jo vetëm nga përpjekjet tona, por është një projekt i ndërvarur me sponsorët e këtij shteti SBA dhe BE. Dhe mendoj që kjo pozitë delikate Kurti e ka keq përdor për marrë deri në këtë pikë ku ju më pyetet për gjykatën kushtetuese dhe të njëjtën ai e kamuflon si një mekanizëm, si një instrument shtetëror të rëndësishëm, të rëndësishme e jashtëzakonshme për ta keq përdorur për situatën politike në vjem, e që do të ishte një shpresë e tij potencialisht me shtyje një 60 ditë, derisa të vijë Albulena Haxhi ushtrus detyre, pastaj kështu me bosh shkelje mbi shkelje, sepse shkeljet kushtetuese këta kanë përmbi 16 herë nëse nuk gaboj. Dhe ka bërë sport nacional këtë punë, deri në pikë ku ky shpreson që vije diaspora dhe organizon zgjedhjet, edhe do thotë të gjitha qëllimet janë vetëm elektorale, por jo shtetërore. Që kjo situatë është si pasojë e mungesës një marrëveshje politike edhe me partitë e tjera. Ka interpretime të ndryshme politike. Kush e ka fajin? Partia në pushtet ose partitë e tjera që kanë vendosur kritere që s'mund të arrijë deri te një marrëveshje për një emër për president? Shiko, tani aritmetikisht nëse flasim krejt sqarohen, dhe aritmetikisht ky ka 51% dhe ka pas mundësi edhe kandidatin konsensual edhe të gjitha. Po aty hyrin në mes lufta me Vjosën. Sepse po dihet pse, do thotë u komentua gjëre gjatë që ky tash filloi me xhelozu që kjo mor një farë primati në politikat e jashtme, që nga momenti i bordit të paqes, sidomos call me if you didn't son, edhe po më duket që aty u bë çare dhe jashtarët shumë vend që e refuzuan, sepse nuk pranuan që të jenë pjesë e lojës së Albin Kurtit, i cili deshi t'u ala patatën e nxehtë kësaj familje, sepse të gjitha familjet të cilat kanë dhënë shumë për Kosovën deri më tash ka keq përdor. Shumë, po shiko tash, nëse sheh në strukturat e tij, ky natyrisht që këta zotrun as që krahasohen në këto raste me jashtarë, sepse ata një familje